Vetëm krishterimi ka përgjigje për një gjë të tillë. Dhe përgjigja është shumë e thjeshtë. E tham edhe një herë që Perëndia është Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë. Ai që u fut në varr ishte trupi i Jezusit. Dakor? Nuk u fut në varr shpirti i Jezusit në kuptimin e hapësirës fizike të varrit. Dhe ajo që ndodhi është që trupi i Jezusit u nda nga shpirti i Jezusit. Dhe kjo është kuptimi i vdekjes. Por universi mbahet nga Perëndia që është shpirt, madje një shpirt i trefisht, Atë, Bir dhe Shpirti i Shenjtë. Pra është pa lidhje me universin, sepse nuk po themi që ka vdekur Zoti. U asgjësua Zoti. Ne po themi që personi i dytë i Trinisë që mori trup njeriu, la trupin e njeriu në atë kohë. A kupton? Pra ajo që ndodhi në ngjizjen tek Maria është personi i dytë i Trinisë mori trupin. Pra aq e kuptueshme sa ç'është që personi i dytë i Trinisë mori trupin dhe nuk ndryshoi, personi i dytë i Trinisë nuk ndryshoi. Mori trupin, por nuk ndryshoi. Aq është edhe që personi i dytë i Trinisë e la trupin që u fut në varr. Por personi i dytë i Trinisë nuk ndryshoi. Pra nuk kemi asnjë ndryshim në personin e dytë të Trinisë si në ekzistencën e tij hyjnore si Perëndi. Kemi në marrëdhënien e tij me trupin dhe me shpirtin që ka një ndarje për shkak të sakrificës